Selamu alaikum! Mirë se vini në Faith Links! A e dini? Donjëherë, një shaka mund të duket e vogël për ne, por mund ta lëndoj shumë zemrën e dikujt tjetër. Lina, sot ndodhi diçka. Një djalë e tha gabim një fjalë dhe unë qesha pak. E kuptoj, Zeidi. Ndoshta ti mendove se ishte vetëm qeshje, por si u ndje djali? Ai uli kokën dhe nuk foli më. Pastaj u largua nga ne. Kjo tregon se qeshja e lëndoi. Kur dikush gabon, ai ka nevojë për ndihmë, jo për tallje. Po unë nuk desha ta lëndoj. Vetëm më erdhi për të qeshur. E di, ka raste kur fëmijët qeshin pa menduar, por gjëja e bukur fillon kur ndalojmë pak dhe mendojmë. A do ta lëndoj kjo dikë? Pra jo çdo gjë që na duket qesharake është e mirë. Pikrisht. Allahu na mëson në Kur'an që të mos qeshim me të tjerët, sepse askush nuk ka të drejtë ta bëjë dikë të ndihet i vogël. Po nëse të tjerët po qeshin, edhe ata? Atëherë është edhe më e rëndësishme të ndalesh. Kur një fëmijë sheh se të gjithë po e bëjnë të ndihet keq, zemra e tij mund të ndihet shumë vetëm. Çfarë duhet të bëj tani? Mund t'i afrohesh me qetësi dhe t'i thuash: "Më fal që qesha, nuk desha të lëndoj." Kjo është vepër e guximshme dhe e bukur. Po nëse më vjen turp të kërkoj falje? Të kërkosh falje nuk të zvoglon. Përkundrazi, tregon se zemra jote po mëson të sillet me kujdes. Mund t'i them edhe, nëse do, mund ta provojmë bashk fjalën. Shumë bukur, Zeidi. Kështu talljen e kthen në ndihmë dhe gabimin në mundësi për mirësi. Tani e kuptova. Kur dikush gabon, nuk duhet të qesh me të. Po, mund të buzëqeshësh me dashuri, por jo të qeshësh për ta ulur dikë. Nuk është njësoj me zgëzimit dhe talljes. Atëherë sot do t'i kërkoj falje dhe do ta ndihmoj. Kjo është sjellje e bukur. Një zemër e mirë nuk kërkon të duket më e madhe duke e bërë tjetrin të ndihet i vogël. Dëshiroj të kem zemër që ndihmon, jo zemër që përqesh të tjerët. Dhe kjo është një zgjedhje shumë e bukur, sepse Allahu i do zemrat që flasin me mëshirë, jo me përqeshje. Na mbështet me subscribe në Faith Links dhe ndiq episodet tona.